Momenti dramatik kur avionët e NATO-s dhe ata luftarak rus u përplasën mbi detin Baltik pas një përballje të tensionuar mbi një cisternë ruse të fshehtë, është bërë publik në media. Forcat e NATO-s dhe autoritare ajrore estoneze provuan një mision të guximshëm për të hipur me një cisternë nafte që i përket flotës në hije të Rusisë me helikopter, por ekuipazhi kundërshtoi. Cisterna i quajtur Jaguar ishte e mbështjellë me flamurën e Gabonit, por Britania e Madhe e sankcionoi atë të premten, duke akuzuar si një gur shahu rus. Avionët e NATO-s përfshirë MiG-29 polak u ngritën në ajër kur Ania refuzoi të bashkëpunonte. Në përgjigje, Rusia ngriti në ajër një avion luftarak S-35S, i cili thuhet se ka shkelur hapësirën ajrore estoneze, teksa sulmoi për të mbuluar Jaguarin që po ikte. Përplasja spektakolare ndodhi përpara bisedimeve të drejtë për drejta kritike midis Rusisë dhe Ukrainës, ku Vladimir Putin shpërfilli sfidën e Zelenskit për të atakuar atë personalisht. Në pamje dramatike avioni polak i NATO-s mund të shihet duke ndjekur Su-35 rus në një përleshje ajrore mbi gjirin e Finlandës, pjesë e detit Baltik. Njerëz rus në urën e cisternës i nxiti estonezën duke i quajtur klon, ndërsa ata përpiqeshin dhe nuk arrinin të hipnin në anije. Cisterna përfundimisht u ankoruar pranë ishullit Gotland, të kontrolluar nga Rusia në detin Baltik lindor. Pamjet tregojnë dramën e vërtet në një nga rajonet më të tensionuara në botë, mes mosmarrëveshjeve midis Rusisë dhe NATO-s për Ukrainën. Në vim diskutimin e radio, kështu na presin helikopterët F-1Z, me sa duket rus, në cisternë. Ata po kërkojnë që ne të ankoruhemi, dëgjohet në mesazh që thotë: "Kjo është anija luftarake estoneze Papa 6732, kërkesa juaj do të refuzohet, ndiqni udhëzimet e mia, lëshoni menjëherë kursin në 105." Njëse nga cisterna në gjuhën hindi thotë: "Ky duket si droni ynë përpara." Një zë rus thotë: "Vazhdo godite", duke ju referuar estonezëve ai shtoi: "Çfarë grupi klonësh?" Anija estoneze i afroi cisternës duke kërkuar ta kthehet të djathtës. Një helikopter estonez AN-39 dhe një aeroplan M-29 Skytrack i forcave mbrojtëse estoneze u pan duke rrethuar më pas anijen. Duke u mburur me një sukses kundër perëndimit, Agjencia e Lajmeve pro Kremlinit Izvestja raportoi: pavarësisht kësaj shfaqje force, autoritetet estoneze nuk ishin në gjendje ta ndalonin anijen. Jaguari më në fund arriti në ishullin Gotland, një territor i kontrolluar nga Rusia në gjirin e Finlandës, dhe rifilloi rrugën e tij për në Primorsk, raporton më tej media ruske. Marinarët nga Republika Baltike u përpoqën 2 herë të zbarkonin trupat në një helikopter, raportoi portali rus New Pravda. Pas përplasjes së jashtëzakonshme, Estonia thirri të ngarkuarin më punë rus në Tallinn, Lenar Salimulin, të cilit ju dorëzuar një notë proteste duke akuzuar avionin luftarak të Putinit për shkelje të hapësirës ajrore të Republikës. Nga pikpamja e Estonisë, ky është një incident shumë serioz dhe për të ardhur keq që nuk është në asnjë mënyrë i pranueshëm, tha ministri i jashtëm estonez Marguer Çakna. Ai kërkoi që Rusia të përballet me sanksione më të ashpra dhe më të shpejta. Anija cistern kishte qenë pranë ishullit Naisar, pranë Tallinit, kur marina estoneze komunikoi me të në radio në orën 15:30 të martën. Ajo po lundronte pakëmbësitë e Estonia kishte detyrim ta verifikonte dokumentet dhe statusin ligjor të anijes. Ania mohoi të bashkëpunonte dhe vazhdoi udhëtimin e saj drejt Rusisë, duke pasur parasysh mungesën e kombësisë së anijes. Përdorimi i forcës përfshirë hipjen në anije u konsiderua i panevojshëm. Estonia shoqëroi atë derisa anija arriti në ujërat ruse, tha komandanti Ivo Vark. Ndërkohë, ministri estonez i mbrojtjes Hanno Pevkur tha se anija u dërgua nga Estonia në ujërat territoriale ruse për të parandaluar një kërcënim për infrastrukturën kritike të vendit të tij. Çështja ishte shteti flamur i anijës dhe qëllimi i më i rëndësishëm ishte të siguronim sigurinë e infrastrukturës kritike. Kjo u arrit, rëndësoi Pevkur. Jaguar 800 metra e gjatë është një cisternë e naftës bruto që thuhet se lundron në flamurën e Gabonit, baza e të dhënave e Kuazis.
sugjerojnë që Ania ndryshoi emrin dhe shtetin e flamurit në fillim të shkurtit.